Te mbaruam me spërkatësa, tani do të tregojmë një kombinim në krem për femrat e plasaritura. Problematikat sepse e grave kryesisht, po edhe tek burrat. Tani ne kemi filluar që veshim këto sandalet, po kemi filluar plazhin, rëra, dielli na i than këto femrat, na i plasarit, dikush që punon, pesha gjithashtu ndikon. Tani përveç se tani kripa dhe rëra i than, por me vaj kokosi ato kthehen si lëkur bebe. Edhe unë them që natyra ne na ofron shumë opsione. Në momentin që ne dalim, jemi më të ekspozuar, vemi në plazh, natyra ka menduar përveç se ai deti na bën mirë noti të gjitha, por dhe të na ushqej, të na i kalit trupi. Të njëjtën gjë bën dhe është një terapi sikur ti vete në një qendër estetike, sepse si rërën ti e përdor si skrab, kripa ta than lëkurën, të heq ato lëkurën e vdekur, por që me një vaj kokosi ne jemi shumë hidratojmë. Tani, nuk e kemi luksin të ikim në plazh ditë për ditë, sepse në punë jemi e të gjitha me radhë. Mund të bëjmë një paraprogatitit ose sikur kemi vajt në një qendër estetike në shtëpi. Që të thotë, në legen do t'i zhysim këmbët. Këmbët do hedhim ujë të vakët dhe do hedhim sot buke dhe krip. Kripën si ta keni, të trash, të holl, nuk ka problem. Edhe sot buke hidhni mjaftueshëm. E shikoni vetë. E mira është të jesh gati gjysmore, të rish me këmbët aty. Do e tresim pak këtu ujin. Do vendosim këmbët në legen me ujë me sodë dhe me krip, në ujë të vakët. I mbajmë aty për gjysmore, në mënyrë që ato fillojnë të zbuten, edhe ushqehen. Dhe pasi i kemi tharja, po e tres pak. Nuk ka nevojë të shplahen. Do vendosen këmbët këtu, se vendosa duart. Që ndrojnë gjysmore këmbët. Tani ti po deshe mund të vendosësh një këmbë. Nisë duart, se ka dhe gishtat plasaritura. Kështu që të vendos njërën këmbë? Po, njërën këmbë. Po duhet ishte legenimi ma, se kam 39 këmbë. Tasi. Më pas i kemi tharë. I kemi tharë, nuk ka nevojë të shplajmë, do përgatisim një si tip kremi. Atëherë, kremi do të përgatisim. Si gjithmonë, vazelina është e para, kryesorja. Do hedhim vaj kokosi. Janë të gjitha produkte, po t'i shikoni, zbutës. Ushqyes pastaj edhe mjaltin. Ja, po marrë një luk tjetër, edhe një luk mjalt. Do me thënë, kemi hedhur një luk vaj kokosi, një luk vazelin dhe një luk mjalt. Okej. Do t'i përzijim. Këto do t'a përzijim, do betë si pastë. Ja. Të cilën do t'a aplikojmë të femrat e këmbëve. Do t'a mbajmë, madje mirë është që t'i mbështjellim femrat, t'i mbështjellim këmbët ku kemi qarje, dhe t'i mbështjellim me atë letrën e telefonit, me qese, dhe t'i lëmë për gjithë natën. Në mëngjes pastaj shohim rezultatin. Unë të them të drejtën, nuk e përdor me atë qesen e telefonit, sepse të duket sikur i merr atë frymën, unë vesh thjesht çorape pambuku. E lyej mjaftueshëm, e lëm 10 minuta që ta përthith lëkura, dhe në qoftë se ne mundemi të flëm me çorape pambuku dhe me këtë kremin. Në mëngjes, u bë kremi gati në kushtet e shtëpisë, me kokos, me vazelin dhe me mjalt. Ju zgjidheni vetë, dash vishni çorape, dash qesen, mbështjellja unë i femrave. Rëndësishme është provojeni, sepse do të ketë vërtet rezultat. Në qoftë se do duam dhe pak arom, ja i vendosim edhe rozmarin. Po. Ja i vendosim një gjethe. Në të mbajmë dhe në frigorifer, e përdorim çdo ditë, pasi kemi zhytur këmbët në ujë me krip dhe me sodë, në ujë të vakët, dhe do t'jetë gati. Kur është ai momenti, të lutem për gjithçka realizuam, se janë si prodhimet tona të vogla, me këto mbajtëset minimaliste. Kur është ai momenti që ne i kushtojmë vëmendje pak, ose pak rëndësi vetes, ja, me pak gjëra arrim rezultate shumë të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit edhe shikuesve tanë, faleminderit që na ndoqët, kalofni një ditë të bukur, do të shihemi nesër bashkë. Mirupafshim.